Por tani do të lexojmë edhe një letër që një fëmijë ja dërgon babagjyshit. Babagjyshi na ka dërguar ne do ta lexojmë, do ta dërgojmë prapë babagjyshit. Në letër ndër të tjera shkruhet: I dashur babagjysh, ku janë milionat e incinerator? Më falni, ishte tjetër letra është këtu. I dashur babagjysh, unë që po të shkruaj jam Ina. Jam 6 vjeç, pra një 6 vjeçare që i drejtohet babagjyshit. Dhe jetoj në qytetin e bukur të Tiranës. Ti ndoshta nuk e njeh, por është një qytet me ajër të pastër, pyje orbital, korsi biçikletash dhe me një lum me ujë të kulluar me emrin Lana, ai që kalon mes përmes qytetit, domethënë. Por në datën 10 të shkurt qyteti u bë më i zymt, zojt nuk ciceronin, shiu nuk ka ndaluar më që atëherë. Nuk ka më të qeshura fëmijësh, e lule që çelin. Çdo gjë duket e zymt. Shumë gjëra kanë ndryshuar. Nuk ka më festa, madje nuk e di nëse do të ketë më nga ato lokalet në qendër që ta shesin një bukë me qoftë edhe një birr 18.000 lekë. Prandaj këtë vit nuk dua dhurata, por kam vetëm një kërkesë. Mbushja mendjen Xhaxhi Dumanit të na liroj Xhaxhi Lali Erin, të na kthej gëzimin, të na kthej haren, të na kthej festat. Kjo pra është drama e një fëmije 6 vjeçar, të cilit i kanë vjedhur jo vetëm kryetarin e bashkisë, por edhe gëzimin e festave. Me këtë lajm të hidhur, të cilin nuk do doja ta ndaja kurrë me ju, e mbyllim këtu pra këtë transmetim bashkë natën e mirë. Po çfarë lajme të këqija kështu për festa? Vje keq hapi derën.